Edhe pse jemi në muajin gusht, fluksi i pushuesve në Bregdetin e Vlorës është mjaft i lartë, madje më i lartë se vitin e kaluar. Automjetet me targa të rretheve të ndryshme të vendit, por edhe jashtë tij, kanë pushtuar rrugët brenda mjediseve të këtij Bregdeti. Vlora është mbretëresha e bukurisë natyrore, e cilësuar si zemra e turizmit vendas dhe të huaj, e cila rreh fort në detin e kaltër të Jonit, në brigjet e lakuara të tij dhe në ajrin si kristal. Por, si edhe vitin e kaluar, Bregdeti i Vlorës është mjaft i frekuentuar dhe i pëlqyeshëm për pushuesit nga Kosova dhe Maqedonia. Për ta, ka shumë arsye pse vijnë të pushojnë në Shqipëri. Po arsye është se jam shqiptar, kam qenë detin shqiptar. Është pak ironike se Bregdetin mediteran e kam shëtit pjesën evropiane, prej Turqisë deri në Spanjë. E të fundit, për shkak fatit tanë, ka ra që ta bëj pushimin në Shqipëri. Nuk ja kam filluar me Vlorë, ja kam filluar me Durrësin. Kam qenë deri në Sarandë, udhimi i fundit, që pas atë udhimit, mund ta përfryj këtë mëngjesin e kam hangër në Prishtinë, drekën në Vlorë, ku mujtë në Sarandë. Kam flet për ndryshimin shumë shpejt mirë në udhimet e dy anëve visteve shqiptare, që është një gjë shumë e madhe. Ende se mi vetëdijshëm sa atë përparësi e madhe. Se më duhet një kombinim i mrekullueshëm i natyrës, ujit dhe ajrit. Kurse ndryshimet e udhimit tanë janë kolosale për Kosovës, arsye se unë i marr 3 lloj udhime, i cili kompletu. Udhimi i parë që ka qenë i rrezikshëm, ata të kalojmë kufirin në mënyrë klandestine nëpërmes të qenit Shkodrës, ose personalisht kam shkuar në Turqi në aeroplan, mos vuhet vula në aeroport ku ta di unë. Udhimi i dytë pas atit ka qenë shumë i mundishëm, derisa të marru kjo rruga kombit, që mutu për 8 deri në 12 orë me mri deri në det. Por në këtë sezon duhet theksuar se janë të shumt turistët e huaj si nga Italia apo vende të tjera të Evropës. Për të përshkruar rrugët përgjatë plazhit duhet të lëvizësh me kujdes. Dyndja e makinave ka lënë pak hapësirë, e kjo për të shijuar gjithçka që të falë kjo natyrë mrekullueshme. Nga qyteti i Vlorës e deri në Dhërmi mund të udhëtohet në kushte mjaft komode. Ky përmirësim i kushteve reflektohet në të gjitha plazhet e Bregdetit jugor. E kjo ka bërë që mira turistë të kenë patur edhe këtë vit si destinacion Shqipëri. Unë gjithë vitin me zi pres të vi në Shqipëri, se kam qef të shikoj teze e njerëzi. Shqipëria gjithmonë kur kam ardhur e bukur më është dukur. I dash mësues, i dash një hartë të Shqipërisë. E përqej. Në Vlorë sezoni është mjaft i mbar, uji i kthjellët, plazhet me zallishte të imët, freskia e ëmbël e gjithçka tjetër që mund t'i ofrojë Bregdeti i gjen me shumicë në qytetin e Vlorës. Fluksi më i madh i pushuesve, sidomos nga Tirana, regjistrohet në fundjavë. Duke bërë një krahasim me verën e kaluar, mund të konstatohet lehtë se mjetet e vogla lundrues si kanoe, motorët e ujit e të tjerë janë më të shumta. Pushuesit mund të shëtisin me to në distanca të ndryshme me bregun. E ndërkohë, në lokale mund të shijohet një drekë e shijshme sipas menus të preferuar, me një çmim herë të kripur, herë të arsyeshëm, mes morisë e emrave që të servir kamarieri. E më pas, hotelet ofrojnë kushtet ndër më komodet. Mbrëmja vjen sërish e zhurmshme, teksa qytetin e mbulon ajri pastër dhe freskia e bukurisë jugore.